Asnjë nga universitetet e Maqedonisë së Veriut nuk u rëndit mes 2000 universiteteve më të mira në botë. Sipas listës Global 2000 të publikuara nga Qendra për renditjen e universiteteve botërore, sipas qendrës e cila i ka vlerësuar universitetet bazuar në 4 kritere, pa u mbështetur në anketa apo në të dhëna të siguruara nga vetë universitetet, cilësia e arsimit është 25%, punësueshmëria e të diplomuarve 25%, cilësia e stafit akademik 10% dhe puna kërkimore shkencore 40%. Po ashtu, sipas qendrës, universiteti më i vlerësuar në rajon është Universiteti i Beogradit, i cili zë vendin e 393. Universiteti i Ljubljanës renditet në vendin e 444, ndërsa Universiteti i Zagrebit në vendin e 522. Edhe 3 universitetet të tjera nga Serbia janë pjesë e listës Global 2000. Universiteti i Novi Sadit renditet në vendin e 1136, Universiteti i Kragujevcit në vendin e 1549 dhe Universiteti i Nishit në vendin e 1886, ndër universitetet më të suksesshme në botë. Qendra nga lista e publikuar ka sqaruar se nga Kroacia, përveç Universiteti i Zagrebit në listë, renditen edhe Universiteti i Splitit, vendi i 953 dhe Universiteti i Rijekës, vendi 1658, ndërkaq sipas listës nga Slovenia, në listë gjendet edhe Universiteti i Mariborit, i renditur në vendin e 1293.